Ky takim mbase mund të mbahet mend vetëm për fjalët e thëna nga 4 presidentët. Kjo pasi propozimi i dhënë për mini Schengen ndërmjet Kosovës, Shqipërisë, Malit Zi dhe Maqedonisë nuk është përmendur më asnjëherë që nga fundi i qershorit. Këtë iniciativë nuk e kanë marrë shumë, mos them jo seriozisht, po me shumë përkushtim shtetet tjera, pra ka vetëm një iniciativë gojore. Maqedonia, njëra nga këto 4 vende, nënshkroi shtunën marrëveshje me Serbinë për kalim të kufirit vetëm me letë njoftime. Ministrja e Brendshme maqedonase, Gordana Jankulovska, pranoi se me Kosovën e Shqipërinë nuk kanë filluar kurrfarë bisedimash për kësi lirie. E kjo sipas homologut saj kosovar ndodh për fajt të 2 palëve. Por nuk themon që s'dojnë, ende nuk I kemi pyet për atë, ende jemi në fazën e kësaj ideje që do të zhvillohet dhe mund të kenë një arsye të vetë shtesë, po ende s'kemi biseduar. Rezepi premton se nëse nuk do të ketë mirëkuptim nga shteti fshin, atëherë do të shikohet mundësia që të merret vendim unilateral që nënkupton lejimin e maqedonasve që vetëm me letë njoftime të hyjnë në Kosovë. Kjo formë sipas tij mbase do të bënte presion Maqedoninë që të marrë hapa konkret. E nëse punohet nga gjitha palët, Rezepi premton se brenda vitit 2011 pasaportat më nuk do të duhen për të shkuar në Maqedoni, Shqipëri e Maltëzi.